Koncert recitali 2 muzikantëve, Fatma Spahiu në pianoforte dhe Lorenz Radovani në violin, u zhvillua në teatrin Mixheni. Dy artistët treguan emocionet gjatë interpretimit para publikut shkodran. Emocionet ishin si gjithmonë në skenë janë shumë të mëdha, po unë sot ndjeva një emocion shumë të veçantë në Shkodër. Publiku, domethënë, më dha impresionin këtë emocion e ndjej kur luaj jashtë. Isha gjithçka isha unë, isha shumë me emocione shumë të bukura, me një energji të jashtëzakonshme. Pra violinistit, ne jemi kolegë, kemi një jetë që punojmë bashkë, kemi shumë vite që njihemi, që luajmë bashkë dhe është një kënaqësi e veçantë që sa herë që ngjitemi të dy në skenë, përçojmë këtë energji pozitive që nuk është e thjeshtë të gjendet. Kënaqësi e madhe gjithmonë në Shkodër është impenjim i fortë. Publiku shkodran është ndjekës, është vëzhgues, është edhe kritik, pse jo, sigurisht që unë dua të shpreh atë ndjesinë time personale që më emocion më shumë se në këtë skenë, më ngarkesë se në këtë skenë nuk kam ndeshur, ose nuk ndesh, nuk më vjen. Për herë të parë kam luajtur solist në vitin 79 me orkestrën e qytetit, me orkestrën simfonike, dirigjent Ermir Krantja, e kujtoj kanë kaluar sa i bie 46 vjet më parë, edhe kam pretenduar të mos ndahem nga skena e teatrit Mixheni. Ky është një recital që ne kemi përgatitur për Tiranë, do ta ripërsërisim ditën e mërkurë, por me shumë kënaqësi erdhëm në Shkodër, edhe erdhëm jo vetëm për të bërë një test, por për t'i dhuru një kënaqësi publikut, edhe për të parë edhe situatën tonë, edhe ngarkesën emotive, por thash jam shumë i kënaqur, publiku ishte numeros, besoj, salla ishte e madhe për këtë lloj muzike, prandaj quhet muzikë dhome, sa është për ambiente disi më të vogla, por shumë të kënaqur. Unë jam i kënaqur, falenderoj shumë pianistin. I pranishëm ishte edhe kompozitori i njohur Artan Liçaj, i cili vlerësoi përfshirjen e sonatës së tij në këtë koncert. Kam mbaruar kompoziton me profesor Çeskun. Kështu që dizim, po është nisur kjo vepër që në atë periudhë, pra, që në kohën e studimeve shkollore, dhe pastaj për të përfunduar së fundi, sepse është vepër pak e dimensionet të mëdha, kështu që ka dashur një kohë të gjatë për të punuar. Është në qendër figura e Skënderbeut, Gjergj Kastriotit, në fakt të shkruar për një përvjetor që u bë së fundi edhe në rang shtetror, domethënë që shumë orkestra, shumë instrumentistë, shumë çfaqje, shumë teatr, për nder të figurës së këtij heroi që është një gjigant evropian. Në koncertin recital morën pjesë qytetarë të shumtë, të cilët preferojnë muzikën klasike.